Kam ndonjë pyetje të fundit o Ulsi. Tashi konflikt interesi, për shembull gruaja nuk do të shkojë me mua, po do të shkojë me deputetin. Më duket është një ligj ndërhyrjen që ka për ChatGPT. Lutem shumë se nuk jemi këtu për të bërë debatin. Të gjithë kemi paqartësitë tona. Jo, patjetër. Nuk e kam as për të zhvlerësuar të gjithë. Janë shumë të vlefshme, po edhe për të ecur në lidhje me një pyetje që nuk është bërë, ne vetë tham që në fillim që do marrim kohë. Të gjithë kemi paqartësitë tona, nuk ka rëndësi se origjina e ligjit, ligji ka jetën e saj, Shqipëria ka krijuar një praktik, ata po thonë bazuar në praktikën tonë për të përmirësuar diçka më shumë, jemi nisur dhe ky është një motiv normal, se nuk ka nevojë të merret një model i shtetit të aplikohet në Shqipëri. Megjithatë, që të rrim tek pyetjet, nuk dua ta se këtë debat që do e bëjmë bashkë më vonë, edhe kur të punojmë për si ta përmirësojmë këtë ligj. Ka pyetje zoti Blushi. Në fakt, dua të shpreh në fillim keqardhjen se të gjithë kolegët para folës kanë për të njëjtën pyetje dhe s'kan marrë asnjë përgjigje. Pra pse lindi nevoja për të ligj? Dhe do ju ftoja me shumë kujdes që të lexoni procesin verbalin e kësaj mbledhje për të kuptuar që s'keni dhënë asnjë përgjigje. Pra fakti që ju o nuk e dini ose ja u kanë sjell një ligj për ta prezantuar në këtë komision, kjo është një çështje e cila a diskutim. Megjithatë, një pyetje e parë është, a ka ky ligj fuqi prapa vepruese? Dhe këtu i referojmë neni 37, i cili bën fjalë për çështjet e pronave publike. Pra kur një zyrtar i lartë përdor një të afërm të vet apo funksionin e vet publik për të marrë një pronë publike. Dhe ju me këtë ligj parashikoni që ose e klasifikoni këtë vepër si kundravajtje administrative. Megjithatë, unë dua t'ju marr një rast konkret. Kemi rastin e koleges tuaj, Olta Xhaçkës, e cila ka marrë pronë publike, një i afërm i saj, ka një vendim të gjykatës kushtetuese që nuk e keni zbatuar. Në vijim, si do operoni me këta kolegë që mund të marrin toka publike? Do i dënoni me një gjop? Se bëhet fjalë për kolegë tuaj që janë në nivel oligarkie sot, dhe nuk e ka për gjë të paguaj 2 milion lek gjobën. Pra të vjedh një pronë publike dhe paguani 2 milion lek gjob, a 5 milion lek gjob se keni vënë ju. Pra në të tilla raste grabitja e pronës publike do cilësohet kundravajtjes administrative, siç e keni parashikuar ju. Së dyti, shoh që kishte një klauzol për Presidentin e Republikës. Pra e keni futur Presidentin e Republikës në ligj dhe më pas thoni që presidenti nuk është subjekti i këtij ligji vetëm në rastet kur është pjesë e një organi kolegjal. A mund të ma thoni pjesë e cilit organ kolegjal është Presidenti i Republikës? Sepse keni futur përcaktim ligjor. Pra presidentin e përjashtoni nga konflikti i interesit në këtë ligj, më pas e përfshini vetëm në rastet, thoni ju, kur ai është pjesë e një organi kolegjal. Mund të më thoni një organ kolegjal ku është antar Presidenti i Republikës? Pyetja tjetër është, si do veprohet me shumicën e të afërmëve të deputetëve të Partisë Socialiste që sot janë fituesit kryesor të tenderave në Shqipëri? Keni zëvendësministrin e brendshëm, të afërmit e vet kanë kompani të cilat fitojnë tendera. Keni ish deputetin tuaj, Sadria Bazi, familjarët e cilit fitojnë tendera sot. Keni tenderat në Bashkinë e Kamzës, keni tenderat në Bashkinë e Durrësit. Të gjitha fitojnë nga deputet ose të afërm, vëllezër, motra, kunata, apo diun se çfarë, të deputetëve të Partisë Socialiste. Në këtë rast konflikti interesi, çfarë parashikoni ju? Po, jo, dua përgjigje konkrete. Ju lutem. Zoti Blushi përmbledhë një pyetje. Dhe pyetja e fundit, ju ngarkoni e prorin e institucionit për të marrë masa ndaj zyrtarëve, po kur është vetë e prori institucionit, siç kemi rastin e zëvendës kryeministës, çfarë parashikon ligji? Pra ka përfituar 50 milion euro bakshish. Për ju kjo është kundravajtje administrative, se ligji kështu thotë. Prandaj ju ftoj të bëjeni pak më serioz me përmbajtjen, sepse më duket është një ligj ndërhyrjen që ka për ChatGPT. Ju lutem zoti Blushi, faleminderit për ndërhyrjen.
E para e kolegët tona janë nismëtare të këtij projekt ligji dhe pak më respekt për kolegët tona, sepse po sigurisht nuk mund të thuash që është punuar ligji me ChatGPT. Më kupton? Sepse mua më vjen mirë që ju keni ecë me teknologjinë si parti, por të lutem, ju lutem, Zoti Koreshi e ka fjalën për pyetje, pastaj nismëtarët do bëjnë një përmbledhje se nuk besoj se duhet të investoheni për çdo gjë se do kemi seanca pa fund këtu. Kështu që jo, marrim dhe pyetjet e Zotit Koreshi dhe merrni jepni një përgjigje. Dakor? Tani unë kam një dy pyetje konkrete oti, se duhet të sqaroj çik konfliktin interes. E para të nderuara kolege, është se na duket si çuditshëm që shikojmë aty, po pyetjet e mia ishin do ta ju i keni referuar Suedisë dhe Danimarkës. Apo jo? Unë do kujtoj një humor të Fatil Hasës që këtu erdhët dhe janë 100 vjet mrapa në aty dhe 50 vjet anash. Si nuk jemi e kompetent do të arrim. Okej, po u shpresoj që ky ligj kjo e dyta. Tani si do ta zgjidhni ju, si ju thoni, dhurata? Pjesa e dhuratës është çdo përfitim, objekt, shërbim, drejt ose favor me blerë materiale dhe jo materiale. Tani pjesa e parë është kur të vjen dikush e do të qeras e thot po t'jep kafen atje dhe thot atë keqe ti, hallalla të fjalimi që bëre dje, edhe t'jep dhe i kafe. Masa ditësh e gjeme në vend tjetër thot jo, ky do përjashton se është konflikt interesi. Këtë keni parashikuar? Për shembull, unë dje më ka dhuruar shoku im 200. Tani duhet vjen ta pyesin këta që më ka dhuruar 200 si deputet apo si Semir. Këtë e keni parashikuar në ligj? Dhe kam një pyetje të fundit Ulsi. Tash konflikt interesi, për shembull, gruaja nuk do të shkojë me mua, po do të shkojë me deputetin që jam unë. Tani do të konflikt dhe këtu do hym? Po shku krevat. Thot gruaja do me deputetin. Po të lëdashi. Se do të jemi të dy zyrtar. Atë ç'është konflikti interesi me zyrtarës, ku se shkoj. Po lësh janë ballishi këto. Po të lutem tani se ky lloj konflikti interesi si do të deklarosh ka pyetjen formular për këtë. Tu e kish more. Po jo, formulari do dalë me aktet fshit ministrave, po ka pyetje për këtë, do e plotësoj. S'ka pyetje për këtë, mos e plotëso. Zonja Bylykbashi. Faleminderit nderuar kryetar. Në raport me I lutem për të dy kolegët, zonja Bylykbashi, të lutem zoti, për të dy kolegët përgjigje për pyetjet që kishin. Në raport me çfarë shpreu zoti Blushi, sigurisht që nuk bën fare surprizë sepse zoti Blushi, duke qenë se është i mësuar me shkrimet që i vinë në çdo rast, mund ta qasi që edhe eksperienca dhe puna e tjerëve bazohet në shkrimet të ardhura apo të gjetura gati, por përveç kësaj nuk kam asgjë për t'i kthyer përgjigje sepse pjesa tjetër nuk ishte të bënte fare me thelbin teknik të projekt ligjit për cilin jemi duke diskutuar sot. Ndërkohë që përgjigjet politike do t'i japim seancë plenare, zoti Blushi, mos u shqetësoni. Ndërkohë që në raport me zotin Koreshi, në fakt zoti Koreshi ndjes ne sqaruam një herë për kufizimin në raport me dhuratën dhe dham, megjithatë unë mund ta përsëris, kur është bërë për kufizimi, sigurisht që ka qenë dhe një rekomandim i përfshirë i Bashkimit Evropian për kufizimin e dhuratave, por nuk ka qenë ky qëllimi, pra nuk është ky interpretimi që i bëhet normës. Kjo ka të bëjë me përfitime të një natyre që janë të konsiderueshme dhe që lidhen drejt për drejt me ushtrimin e funksioneve, ndërkohë që besoj që pjesën tjetër ju e kishit përbatut siç e thoni gjithmonë. Faleminderit. Po faleminderit zoti Koreshi, ju lutem njoftoni deputetët të vinë në sallë. Zoti Blushi, të lutem, se s'është me kolegën do ta bësh replikën këtu, po replikat bën seancë plenare. Dakor? Faleminderit zoti Komici ka një ndërhyrje, pastaj do kalojmë te pika tjetër. Faleminderit nderuar kryetar. Në fakt unë kisha një falënderim për gjithë institucionin e Inspektoratit Lart Deklarimit, Kontrollit Pasurive dhe Konfliktit Interesit. Kjo për arsye se gjithashtu edhe për kolegët që bën prezantimin edhe për zotin relator, për arsye se të bësh një ligj nga fillimi, të gjithë, se të gjithë jemi juristë tu,
Të gjithë jemi koshient që është një iniciativë mjaft e vështirë, pra nuk kemi në rastet kur bëjmë amendime apo ndryshime ligjore, ku e kemi një bazë referuese. Tashmë jemi para një ligji të ri, i cili absolutisht, sikurse edhe doli nga diskutimet e kolegëve, qoftë pozitës apo të opozitës, ka nevojë për shqyrtime, për mendime pak më avangard, po themun, por edhe për ndryshime të caktuara. Gjithsesi unë mendoj që jemi para një baze shumë të mirë, pra më mirë një draft ligjor ku parashikohen të gjitha pikat e mundshme dhe pastaj nëpërmjet diskutimeve të ndryshme apo dhe mendimit evoluos që mund të ketë vetë institucioni Inspektoratit Lart Deklarimit të Kontrollit Pasurive apo dhe të nderuara kolege propozuese, bëjmë ato retushimet tona, pra diskutimet tona, ndryshime, çfarë nenesh sugjerojmë ne që janë të tepërta apo dhe që mund të shtohen. Mendoj që më mirë të kemi një bazë masive dhe edhe cilësore njëkohësisht do ta cilësoja unë, për arsye se na e lehtëson punën që në një moment të dytë të bëjmë ndryshime më konkrete dhe më kualitative. Edhe një faleminderit, edhe vazhdojmë, shohim përpara. Atëherë faleminderit zoti Komici, duke qenë se që në fillim të diskutimit kësaj pike ne patëm dakordsi që të bëjmë vetëm prezantimin në parim të projekt ligjit. Më falësh, kam edhe një merak. Po. Kam një merak, në fakt e kam shqetësim për arsye se në ato institucionet ku unë kam punuar, besoj edhe nga kolegë ndryshëm është hasur kjo lloj problematike, ka një kategori caktuar në punësish që mundohet të përfitojnë, që për arsye qoftë objektive, por më shumti subjektive, abuzojnë me këtë pjesën e konfliktit interesit, duke deklaruar në mënyrë abuzive që jam situatë konflikt interesi, Kjo përveç se kjo bëhet në vetvete një element bllokues i veprimtarisë së institucionit, ku kam parasysh institucionet apo grupe pune që lidhen me vendimarrje të caktuara. Do t'ju lutesha shumë që ta keni edhe këtë pjesë parasysh, qoftë në kuadër të masave penalizuese që mund ketë për këtë kategori në punësit shtetëror, që abuzojnë me detyrën, pasi besoj e kemi qartë të pjesë që në këtë lloj konteksti, pra edhe në deklarimin e situatës konfliktit interesit, gjithmonë prevalon detyra. Faleminderit. Po faleminderit zoti Komici. Siç e thash, ram dakord që ne do të kemi prezantimin sot. Do të ecim me një pjesë të pyetjeve dhe përgjigjeve nga kolegët, më pas diskutimin parim dhe pastaj do të hyjmë në shqyrtimin nën për nën të këtij projekt ligji. Unë dua të falenderoj nismëtarët e këtij projekt ligji, që siç u tha këtu është një projekt ligji i rëndësishëm, që nuk prek pak, por një kategori afërsisht mbi 140.000 zyrtar publik, të gjitha niveleve, pa diskutim. Përfshirë edhe pushtetin vendor. Por dua të sjell në vëmendje që gjatë kësaj kohe, ku ne do të marrim dhe opinionet të tjera veç atyre që kemi marrë, duke pritur dhe sugjerimet e komisionit, por dhe të grupeve të caktuara të interesit, Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive do duhet të jetë në një grup të harmonizuar me ne, me nismëtarët, zonjën Bylikbashi dhe zonjën Ismaili, që unë gjej rastin të i falenderoj edhe në emër të komisionit, së bashku edhe me 3 zonjat që kemi nga inspektoriati, zonjën Tagani, zonjën Thomaj dhe zonjën Beqiraj, por edhe në kontakt të ngushtë me relatorin, por edhe me secilin nga kolegët deputet Komisionit Ligjeve që kanë po të njëjtin interes për këtë projekt ligj. Nuk jemi vetëm ne si komision. Projekt ligji ndërkohë po diskutohet edhe në disa komisione që janë për dhënie mendimi dhe unë jam i bindur që edhe nga ato komisione ne do të kemi mendime shumë vlefshme. Ndërkohë zoti Gjiknuri, në bashkëpunim edhe me kolegët e opozitës, me nismëtarët dhe me ILDGP-in, të përcaktohet se kë do të thrasim në dëgjes në lidhje me këtë projekt ligj dhe një mendim që kam tani për momentin, Ministri i Shtetit për antikorrupsionin dhe administratën publike do duhet të jetë
në komision për të na dhënë edhe Ministrja e Shtetit një qëndrim të qeverisë në lidhje me këtë projekt ligj, sepse në thelb projekt ligji synon parandalimin parandalimin e konfliktit të interesit, pra shmangjen e konfliktit të interesit, por masë antikorrupsion është. Në thelb ky ligj është masë antikorrupsion. Dhe ne kemi një strategji antikorrupsion 2004, 2025, 2030 dhe ministrja përkatëse do duhet vi në komision, kuptohet pastaj edhe të tjerë aktor që ne do të shmojmë së bashku për të patur një ditë një dëgjes publike për këtë projekt ligj. Kështu që merreni seriozisht të gjë, pa shumë sforcime, sepse do të marrim gjithë kohën e nevojshme për të patur një listë mirë. Shumë faleminderit